Për herë të parë, Vlora do të drejtohet nga një grua. Brunilda Mersini do të jetë kryebashkiake deri në pranverën e vitit 2027, fal 78% të votave të siguruara nga procesi zgjedhor i së dielës. Mersini fitoi me një diferencë të thellë votash përballë dy kundërshtarëve të tjerë, Dionis Sota, i mbështetur nga opozita, dhe Gjergj Nika, i pavarur. Unë jam një grua që vjen nga rrugët e qytetit, i njoh ritmin e tij, njoh energjinë e tij, jam e përkushtuar ndaj njerëzve të tij dhe kështu do vazhdoj. Nga kampi opozitar, i vetmi reagim erdhi nga kandidati i pavarur Gjergj Nika, për të cilin këto zgjedhje ishte një mesazh që qytetarët i dhanë politikës. Unë aktualisht e kam thënë edhe ditën e djeshme, në kohën kur kam votuar në 11 paradite, që qyteti i Vlorës do prodhoj politik, dhe unë po të them që në gjitha zgjedhjet që janë bërë në 5 bashki, që kanë qenë zgjedhje të pjesshme, vetëm Vlora ka prodhuar politik. Kam thënë që qytetarët do ta sabotojnë klasën politike, dhe aktualisht ata e kanë sabotuar me një pjesëmarrje të ulët, 12%. Vlora në këtë proces do të mbahet mend si bashkia më e madhe me pjesëmarrjen më të ulët në votime.